Luftëtarët e të ashtuquajturit Korpusi Vullnetar Popullor njoftuan rrëzimin e një helikopteri të ushtrisë ukrainase në qytetin Slavjansk. Informacionin e konfirmoi dhe ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës, Oleksandr Turchinov. Terroristët pro-rus të armatosur me kundërajror të prodhimit ruse rrëzuan helikopterin ton. Gjatë sulmit humbën jetën 14 ushtarë tanët. Në mesin e viktimave është edhe një general. Sulme ndaj objekteve ushtarake u regjistruan gjatë gjithë natës në rajonin e Luganskut. Garda kombëtare e Ukrainës bëri të ditur se gjatë shkëmbimit të zjarrit, humbje u regjistruan nga të dyja palët. Ndërsa ministri i jashtëm rus bëri thirrje për ndërprerjen e luftimeve, kryeministri i Ukrainës akuzoi se nga kufiri rus po hyjnë grupe të armatosura. Situata nuk mund të kapërcehet vetëm duke bërë thirrje për bisedime. Duket se për ndërprerjen e dhunës nevojiten hapa më serioz. Mbi të gjitha, dy palët në konflikt duhet të kenë respekt për njëra tjetrën. Situata në lindje të vendit është shqetësuese. Ditëve të fundit, kamion me armatime dhe luftëtar gueril hynë përmes kufirit me Rusin. I bëjmë thirrje Rusisë që t'i bllokojë kalimet kufitare dhe të parandaloj hyrjen e militantëve në territorin tonë. Nga ana tjetër, ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, tha se Këshilli i Sigurimit duhet të kërkojë që Ukraina të japë fund kaosit të luftës, por ambasadori i Ukrainës në të njëjtën organizatë ndërkombëtare, Yuri Sergejev, kërkoi që Këshilli i Sigurimit të angazhohet që Rusia të tërheqë të gjithë ushtarët e vet nga territori i Ukrainës.